Përshëndetje, ju adhurues të kafes. Sot, duhet ju flas për diçka shumë të veçantë. Le të flasim për Unik kafe. Pra, imagjinoni, pak zgjoheni në mëngjes, jeni si të përgjumur, dhe e vetmja gjë keni në mendje është ajo filshani i parë i mrekullueshëm me kafe. Por jo çfarë do lloj kafeje. Po flas për një kafe që është e pasur në shije, aromatike dhe absolutisht perfekte. Këtu hyn në lloj Unik kafe. Tani, Unik kafe nuk është thjesht një markë tjetër kafeje. Këta njerëz e marrin shumë seriozisht punën me kokrat e kafes. Ata e pjekin dhe e paketojnë kafen e tyre për çdo lloj përdorimi, nga makineria juaj e përditshme e kafes filter, deri tek ato espres makinat më speciale. Dhe më besoni, aroma e kokrave të sapo pjekura të kafes është si një përqafim i ngrohtë në filshan. Unë provova së fundmi përzierjen e tyre speciale, dhe o zoti madh, ishte si një shpërthim shijesh në gojen time. Marrëshat balancën perfekte mes shijes së fortë dhe asaj të butë, me pak fare ëmbëlsi. Pavarësisht nëse jeni një njohës i mirë i kafes, apo thjesht dikush që pëlqen një filshan të mirë kafeje, Unik kafe ka diçka për të gjithë. Por mos u bazoni vetëm te fjalla ime. Merrni një pakete, përgatisni një filshan dhe shikojeni vetë. Më besoni, mëngjeset tuaja nuk do të jenë më kur një lloj. Pra, të gjithë ju miqtë e mi që e doni kafen, provojeni Unik kafe. Është më shumë se thjesht kafe, është një përvojë. Mirë pra, kaq kishim për sot. Deri herën tjetër, vazhdoni të përgatisni kafe dhe të shijoni ato momente perfekte. Gëzuar.